Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një histori true crime, dhe si çdo histori tjetër që do të gjeni në këtë kanal, është e bazuar në fakte reale. Bashkë do të zbulojmë misteri dhe ngjarje që shpesh mbeten të panjohura. Nëse dhe ju jeni të pasionuar pas këtyre lloj historish, më ndiqni dhe aktivizoni kampanën për mos të humbur asnjë video. Historia që do të trajtojmë sot nuk ka tronditër vetëm Kanadan, por të gjithë botën. Nuk bëhet fjalë për një krim që ndodhi natën, në ndonjë rrugicë të errët dhe të fshehtë, por në një autobus plot me pasagjerë. Por përpara se të fillojmë, duhet të bëj një paralajmërim. Video përmban përshkrime të dhunës ekstreme dhe akte kanibalizmi. Nëse jeni veçanërisht të ndjeshëm ndaj këtyre temave, ju lutem, kalojeni këtë video. Por nëse jeni gati, le të fillojmë me historinë e tmerrshme të Tim McLean. So, I'm on the Greyhound bus. We're Greyhound from 1200. We have a total of about $20 left. Tim McLean lindi me 3 tetor 1985 në Victoria, British Columbia në Kanada. U rrit pranë Winnipeg në Manitoba. Ai njihej si një person i ngrohtë, kishte një energji të veçantë, një buzëqeshje që nuk i zhduke nga fytyra dhe një shpirt aventurier që e shtynte gjithmonë drejt eksperiencave të reja. Ai ishte shumë i dashur nga miqt dhe familja. Xhaxha i tij Alex McLean e përshkrua nipin si një djalë të vogël me një zemër të madhe. Tim ishte vetëm 22 vjeç kur ndodhi ngjarja dhe punonte për një kompani argëtimi që udhëtonte nëpër gjithë Kanadan, një lloj panajeri me karuzela dhe lora që ngrinin dhe çmontonin në çdo qytet ku ndalonin. Por dikës si ai, që e donte udhëtimin dhe ndryshimin, ishte puna perfekte. Punonte, udhëtonte dhe njihte njerëz të rinj në çdo ndalesë. Pas gati një viti duke punuar me panajerin, Tim ndjeu se kishte ardhur momenti për të rikthyer në shtëpi. Donte një punë më të qëndrueshme, të kthehej në Winnipeg dhe të ndërtonte një jetë të vetën. Në korrik të vitit 2008, kompania ku punonte po përgatitej të zhvendosej në një qytet tjetër. Zakonisht ndalonin për rreth 2 muaj në secilin vend dhe tani ndodheshin në Edmonton. Tim mendoi se ishte momenti i duhur për të lënë punën dhe për të rikthyer. Disa ditë para se të nisej për në shtëpi, disa nga miqtë e tij kishin ofruar ta ndihmonin për të blerë një biletë avioni. Donin që udhëtimi i tij ishte për të më i lehtë dhe më i shkurtër, por Tim me mirësjellje nuk pranoi, nuk donte të shkaktonte shpenzime. Distanca nga Edmonton në Winnipeg ishte e madhe, rreth 24 orë me autobus. Ai bleu një biletë të lirë me kompaninë Greyhound për udhëtimin drejt shtëpisë, pa e ditur se nuk do të mbërri kurrë në destinacion. Me 30 korrik 2008, ai hipi në autobusin Greyhound me numër 1170, rreth orës 12 të mesditës. Zgjodhi një vend pranë dritares nga fundi i autobusit. Udhëtimi do të zgjaste rreth 24 orë derisa të mbërrinte në shtëpi. Ndaj kishte marrë me vete kufje dhe muzikë për ta kaluar kohën gjatë rrugës. Në orën 18:55 minuta, autobusi ndaloi në një qytet të vogël të quajtur Erickson në Manitoba. Aty hypi një burr, i cili më vonë do të identifikohej si Vince Lee. Ai ishte i gjatë, mbante syze dielli dhe ul në pjesën e përparme. Pak orë më vonë, autobusi ndaloi sërish në një vend pushim. Vince Lee zbriti për të pirë një cigare. Kur u ngjit sërish, nuk ul më në vendin e tij të përparshëm, por nisi të ecte ngadalë drejt fundit të autobusit. Derisa kalonte mes rreshtave, Vince i vështroi me kujdes të gjithë pasagjerët. Tim ishte ulur në rreshtin e parafundit pranë dritares. Vendi pranë tij, në krahun e korridorit, ishte bosh dhe Vince Lee u ul pikërisht në atë vendin bosh. Deri në atë moment, shumica e pasagjerëve thanë se sjellja e Vince Lee dukej krejt normale. Ai ishte i heshtër dhe as pak i dyshimt. Ora ishte 8 mbrëmjes. Brenda autobusit mbretëronte qetësia. Dritat ishin fikur për të krijuar pasagjerëve një ambient të përshtatshëm për gjumë. Tim po flinte në sediljen e tij, i mbështetur pranë dritares. Një pasagjer i ulur përballë tyre filloi të vërente ndryshimin në sjelljen e Vince Lee. Ai nisi të lëvizte, të përdridhej, filloi të murmuriste me zot të ulët, një lloj lutje apo këngë në gjuhën kineze. Sjellje e çuditshme, por jo veçanërisht shqetësuese, të paktën, jo deri në momentin ku Vince Lee nxori një thik të madhe nga çanta dhe filloi ta godas Tim në mënyrë të përsëritur. Sulmi ishte i papritur, brutal dhe i shpejt. Tim u zgjuaj tmerruar duke bërtitur dhe u përpoq të mbrojej, por Vince Lee, si një makineri e çmendur, e godiste pa u ndalur. Pasagjerët u pushtuan nga paniku, filluan të bërtasin dhe kërkuan shoferit të ndalonte autobusin, ndërsa vraponin drejt derës të përparme. Në atë moment Vince kishte tërhequr Timin në ndryshimin e korridorit dhe vazhdonte ta qellonte pa mëshirë. Shoferi ndaloi autobusin, pasagjerët dolën me shpejtësi nga dera e përparme, ndërsa shoferi dhe 2 të tjerë tentuan të ndihmonin Tim, por Vince Lee ishte turbuar. Kur ato afruan, ai i sulmoi me thik, edhe ata u detyruan të largoheshin për të shpëtuar jetën e tyre.
Ndërkohë që më shumë se 30 pasagjerë ndodheshin tashmë jashtë, ata pan me sy një tmerr të paimagjinueshëm që po ndodhte brenda në autobus. Me të njëjtën thikë të madhe me të cilën e kishte goditur timin me 10 herë, Vince Lee filloi t'i priste fytin trupit të pajet. Më pas, ai u ngrit në këmbë, në njërin dorë bante thikën e mbuluar me gjak, ndërsa në tjetrën kokën e prerë të Tim McLean. E ngriti lart dhe e tregoi si të ishte një trofe. Njerëzit u tmerruan, disa rampan ndjenja, të tjerë u lërinin në mënyrë histerike, të paralizuar nga frika. Disa nuk e përmbajtën veten dhe patën të vjella. Të rinj nxorën telefonat për të filmuar, ndërsa fëmijët qanin duke parë një skenjë që do t'i ndjek gjithë jetën, një kujtim që nuk fshihet kurrë. Pamja që u shfaq para tyre ishte makabre, brenda gjithçka ishte mbuluar nga gjaku, një akt çmendurie që sfidonte çdo logjik njerëzore. Papritur, Vince Lee nisi të ecte drejt pjesës të përparme të autobusit, por shoferi dhe një pasagjer tjetër vepruan shpejt, mbyllën derën dhe bllokuan daljen, që Lee mos të dilte jashtë e mos të dëmtonte të tjerë. Policia ishte njoftuar, por ende nuk ishte arritur në vendngjarje. Ndërkohë, njerëzit jashtë nuk mund të bënin gjë tjetër, veçse të prisnin dhe të shihnin atë skenë. Dhe kjo nuk ishte gjithçka. Ai çau kraharorin Timit dhe filloi të nxjerrte organet e tij, zemrën, mushkëritë, mëlçin dhe zorët, të cilat i shpërndau nëpër autobus. Njerëzit jashtë ishin të tronditur, të shokuar nga ato pamje makabre që po shihnin, por nuk mbaroi me kaq. Vince Lee filloi të hante të dy syt dhe një të tretën e zemrës së tij, pastaj i preu hundën dhe veshët. Lee kishte sjell edhe qese plastike me vete, ato i përdori për të ruajtur pjesët që po i priste nga trupi i Tim. Ishte e tmerrshme, ishte mizore, ishte paimagjinueshme në çdo aspekt. Rreth orës 21, autoritetet dhe shërbimet emergjente arritën në vendngjarje. Ata rrethuan skenën dhe tentuan të komunikonin me Vince Lee, por negociatat ishin të kota, ai nuk bashkëpunonte, Vince Lee nuk dorëzohej. Përkundrazi, vazhdoi të presë, të shpërndaj pjesë të trupit për orë të tëra. Shumë njerëz nuk kuptuan kurrë pse policia nuk ndërhyri menjëherë, ishin të pajisur, ishin të stërvitur, por zgjodhen të prisnin. Pas ngjarjes pati kritika të ashpra, dëshmitarët ishin të tronditur, jo vetëm nga ajo që pan, por edhe nga mënyra se u menaxhua situata. Për shumë prej tyre, policia thjesht nuk bëri mjaftueshëm. Rreth orës 1:30 të mëngjesit, pas 5 orësh të tëra ku policia nuk po arrinte askund, Vince Lee më në fund u përpoq të arratisej. Ai theu një nga dritaret dhe u hodh jashtë, por gjithçka përfundoi shpejt. Në anën tjetër, policia e goditi me taser dhe një qeni policisë e sulmoi menjëherë. Kur oficerët e policisë kanadeze hypën në autobus, u përballën me një skenë rrënqese. Trupi i pajetit Tim McLean ndodhej në dysheme i masakruar në mënyrë çnjerëzore. Disa pjesë madje ishin futur në qese plastike. Në momentin e arrestimit, në xhepat e Vince Lee u gjetën hunda, veshët dhe gjuha e Tim McLean. Pasi policia kishte rrethuar autobusin dhe kishte ndalur Vince Lee, çdo gjë që ndodhej brenda tij u konsiderua si provë për hetimin, që do të thotë se asnjë pasagjer nuk mund të merrte gjërat e veta. Rrobat që kishin veshur ishin mbuluar me gjak ose kishin ndonjë lidhje me krimin, ndaj policia nuk lejoi që t'i mbanin. Për këtë arsye, kompania e autobusit Greyhound i çoi pasagjerët në një dyqan aty pranë dhe u bleu rroba të reja që të kishin çfarë të vishnin. Nëna e Timit, Carol, e mori lajmin më të keq të jetës së saj nga një radio. Ajo dëgjoi për një ngjarje të tmerrshme që kishte ndodhur në një autobus Greyhound, pa i ditur ende se viktima ishte djali i saj. E pushtoi ankthi, u lut në heshtje që mos ishte ai, që mos i ndodhte asaj. Pak çaste më vonë, ish bashkëshorti e mori në telefon dhe i tha se djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhe në atë moment bota e saj u shëmb, dhimbje që ndjeu nuk mund të përshkruhet me fjalë. Askush nuk është gati të dëgjojë se fëmia e tyre është masakruar. Askush nuk e mendon se një udhëtim me autobus do të përfundojë në një skenë mangthi. Lajmi për identitetin e viktimës u publikua në media përpara se familja e Tim të njoftohej zyrtarisht. Një gabim i rënd, askush nuk do ta mësojë një gjë të tillë në atë mënyrë. Por kush ishte Vince Lee? Vince Lee ishte një shtetas kinez, kishte ardhur në Kanada në vitin 2001. Kishte një diplomë në shkencët kompjuterike. Në një moment punoi për një kish ku bënte punë të vogla për të mbajtur veten dhe gruan e tij. Pas disa vitesh në Kanada, Vince Lee filloi të punonte si shofer piruni në një magazin, ndërsa gruaja e tij ishte kamariere. Në dukje gjithçka shkonte mirë, nuk kishte probleme në punë dhe as me ligjin. Në vitin 2005 ai la punën në magazin. Pak nga pak, martesa e tij filloi të shkatërrohej. Nuk dihet saktësisht pse, por përfunduan të divorcuar. Në vitin 2006, për të mbajtur veten, ai gjetë punë në një supermarket të madh të quajtur Walmart dhe në të njëjtën kohë shpërndante edhe gazeta për të fituar pak më shumë. Por 4 javë para se të ndodhte tragjedia në autobus, Vince Lee u pushua nga puna në Walmart për shkak të një konflikti me një punonjës tjetër. Me 28 korrik 2008, Vince Lee u nis drejt Winnipeg për një intervistë pune, por gjatë udhëtimit me 29 korrik, ai zbriti nga autobusi në qytetin e vogël të Erickson në Manitoba. Dëshmitarët tregojnë se ai kaloi gjithë natën jashtë i vetëm, ulur në një stol duke parë në heshtje drejt qiellit për orë të tëra. Më vonë mjekët deklaruan se Vince Lee vuante nga skicofrenia, një sëmundje rënd mendore.
por në ato kohë nuk po merrte asnjë trajtim. Policia, prokuroria, avokatët dhe gjykata ranë të gjithë dakord. Vince Lee nuk ishte në gjendje të shëndetshme mendore kur kreu krimin, dhe unë sinqerisht e besoj këtë. Ishte e qartë, por ajo që ndodhi pas kësaj ishte e vështirë për t'u pranuar. Gjykata vendosi se Vince Lee nuk ishte ligjërisht përgjegjës për ato që kishte bërë, për shkak të gjendjes mendore në të cilën ndodhej, një psikoze e rëndë e shkaktuar nga skicofrenia. Por gjëja më e tronditse ishte se nuk pati një gjyq, as familja e timit dhe as dëshmitarët që panë gjithçka me sytë e tyre nuk patën kurrë mundësi të flasin. Ata që përjetuan atë tmerr nuk u thirrën asnjëherë për të dhënë dëshminë e tyre, dhe kështu Vince Lee u shpall jo përgjegjës ligjërisht për vrasjen e Tim McLean për shkak të çrregullimit mendor. Ky vendim natyrisht shkaktoi reagime të forta në publik. Familja e Timit dhe shumë qytetarë kërkuan drejtësi, duke quajtur vendimin një fyerje për viktimën. Pas vendimit të gjykatës, Vince Lee u dërguan në një spital psikiatrik me masa të rripta sigurie të quajtur Sell Creek Mental Health Center për të mbajtur në vëzhgim dhe për të marrë trajtim. Në qendrën e trajtimit mendor, Vince Lee nisi të merrte ilaçet rregullisht. Mjekët filluan ta vëzhgonin, ta filmonin dhe intervistonin për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur vërtet atë ditë në autobusin 1170. Kur u pyet pse kishte bërë, Vince Lee tha: "Zoti më urdhëroi, unë isha i biri i djallit. Zoti zgjodhi që unë të isha vrasësi dhe Tim të ishte viktima, dhe më detyroi ta bëja. Zëri i Zotit më tha të vrisja Timin sepse ai ishte një forcë demonike që po më kërcënonte jetën." Pas një viti e gjysmë që ishte në spitalin psikiatrik në qershor të vitit 2010, Vince Lee u lejua të dilte jashtë, por vetëm në mbikëqyrjen e personelit. Pastaj 2 vite më vonë, në vitin 2012, e lanë të dilte edhe vetëm, pa njeri që ta kontrollonte, por vetëm për pak kohë. Në vitin 2015, Vince Lee nuk qëndronte më në spital. Ai filloi të jetonte në një vend të quajtur shtëpi e mbrojtur, një lloj banese ku qëndrojnë njerëz që sapo dalin nga spitali psikiatrik ose nga burgu. Atje nuk ishte burg, por kishte disa rregulla. E vetmja gjë që kontrollohej plotësisht ishte që ai të merrte ilaçet çdo ditë. Dhe me 10 shkurt 2017, ndodhi ajo që askush nuk e priste. Vince Lee u shpall plotësisht i qëndrueshëm mendërisht dhe i aftë për të jetuar i pavarur. Kjo do të thonte që ai mund të jetonte ku të donte, nuk ishte më asnjë mbikëqyrje, dhe tani ishte vetë ai që duhet të kujdeser për të marrë ilaçet. Një burr që kishte prerë kokën e dikujt në publik dhe kishte ngrënë pjesë të trupit të tij ishte tani një njeri i lirë. Mjekët që kishin trajtuar Vince Lee thanë se ai kishte vetëm 0.8% mundësi që sëmundja t'i rikthehej përsëri, pra sipas mendimit tyre, rreziku ishte shumë i vogël. Por shumë njerëz e pyetën veten, po nëse ai harron të marrë ilaçet, po nëse një ditë çmendet përsëri dhe dikush tjetër e pëson si Tim McLean, sepse mos harrojmë, ai hipi në autobus me një plan të qartë, me thikë dhe qese plastike në çantë, i përgatitur për ato që do të bënte. Ajo që bëri Vince Lee nuk është diçka që bën një person me probleme të shëndetit mendor. Një person me çrregullime mendore ndoshta izolohet, qan, humb kontaktin me realitetin, por nuk merr një thikë, nuk vret një djalë që po fle, nuk e sopton dhe nuk i ha organet përpara 10 personave, përpara fëmijëve, nënave që do ta kenë atë skenë, të ngulitur në mendje për gjithë jetën. Më vjen keq, por unë nuk arrit ta shoh vetëm sëmundjen këtu. Kjo nuk është thjesht marrëzi, kjo është mizori, është diçka shumë më e errët që nuk mund ta justifikoj me një diagnozë. Unë nuk po them që ai nuk duhet të trajtohej, sigurisht që kishte nevojë për trajtim, por kjo nuk do të thosë se ai duhet të lënë i lirë. Dhe sot njeriu që shkaktoi gjithë këtë jeton i lirë në Kanada me një emër të ri, Will Baker. Nëna e Tim McLean, Carol, është prehur më shumë se një herë duke thënë: ai ka një sëmundje që nuk shërohet dhe që bën të bëjë gjëra të tmerrshme. Duhet të jetë i mbyllur në një institucion, nuk më intereson nëse është i sëmur apo jo. Nëse vret dikë, duhet të humbasësh lirinë. Dhe duhet të kujtojmë diçka. Nëna e Tim, babai, familja nuk patën kurrë një trup mbi të cilën të qanin sepse trupi i tij ishte shkatruar dhe disa pjesë ishin brenda stomakut të Vince Lee. There wasn't anything for him to hold on to. There wasn't a hand to hold on to. There wasn't a face to look at. And all he wanted to do was say goodbye to his son. So, did we get to say goodbye? No. Tim nuk ishte bërë asgjë, ishte thjesht një djalë që po udhëtonte për në shtëpi, një djalë i qetë, i dashur, dhe jeta e tij u mor në mënyrën më të tmerrshme që mund të imagjinohet. Në gjithë këtë histori nuk e përmendëm, por Tim kishte një të dashur dhe ajo ishte shtatzën. Ndoshta nuk e dinte ende, por po Tim do të bëhej baba dhe 5 muaj pas tragjedisë lindi djali i tij, i cili nuk pati kurrë mundësinë të njihte baban. Këto ishin të gjitha informacionet që kisha për këtë rast. Më tregoni nëse njihni dhe çfarë mendoni për të më poshtë në komente. Unë ju falenderoj shumë që kalovat kohën tuaj me mua. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem bëni like dhe subscribe në kanalin tim. Ne shihemi sërish me videon e radhës. Deri atëherë, ju uroj gjithë të mirat dhe mirupafshim.